Kjo është. Tash gjithmonë kanë thonë qeni kesh ta bje u këna bërë. Gjithë kanë thonë. Plesh nuk kam pas shkollë as e ditë nashta as një sahat, po kam pas ditori sased këta që janë në për pozitat më të larta nashta që kanë fakultetat të blejnë me pare, e se lodhin trunin heqve, shkon ja jep tap që atë 10.000 euro sa ka pare bëllë, është një diplom gjep. A plakit të nejtë në perioda të pas kontakt me të linjeri për zotin një kanë ma të shkallun se sëtë që janë njerëzit të shkallun me fakultet. Edhe ato pikërisht pa kanë dëzagare dhe dëqen të këqi ukin nuk ja këshim pru kërën të rishtë kërkujna. Është e vërtet. Po pa të regoj një rast para një javë dite. Po? Ishim të një fanven e anisin një unë për rren. Për rrejke shumë. Edhe ta është di, qysh me marru një rren edhe unë. Është e mërë djemë, thash, 61 vjeti buna. Thash më ka pasru me nej, thash me një plak. Thash më ka pasru unë, thash amanet ma ka pasru punës kise, argat më s'ju banë. Unë për thamë. Tha vëlloj ka kuma i plak të meqëm, tha apo me ditë kush ako. Thash me të s'kini nej, thash e zë unë një këni një, kush në aj, thash a zëmbejta. Tha ti kene me të ma, tha s'ko shonës, tha sigur që të tuat, që i fulle ma heret. Unë për thoma tina. S'ka mi thonë që të sen. Du të mi thonë, jo, po këm nejtë se a ka plët bustet në gritëra në përkësu, mi thonë, më kote busi tina. Ja, po nuk më shë mi thonë më srej. Allah, e shi qërë gjëzim konë se i kësha thonë venë. Ishtë së mërë që kam dertë. Po, për unë i thash, ashtë këmë karora, ose ashtë me ne ma zëmbitën. Amanet ma ka leun punës kje, se argat ma që banë. Dhe një me knuhet konga. Jo, normal. Po, normal knuhet konga. Ja lidhe, thash, pas më ka thonë rosi me ne njëhen me to, ha vallohe jë. Ashtë vallohe jë një ju, që të tuat shka i fjule, ashtë të tuat ju. Ashtë sikur që kja jam, ja. E di kalëzu trëp. Po të përshëndet Vilsuni shumë, po të lulli përshëndet ma Isakën shumë. Falemderit, nera ju rritë, akun ka na pika i kofe me to që kënë përshem. E keni vuni me ne të minjën. Me Vilsuni s'kum ne i kur, po për mes radjës e minjuat, po me të vërtet e ta mon burë. E kështu që respekt për atë burë. Falemderit shumë, respekt nga nga jonë. Pak e zota, po një përshëndetje që kënë për gjithë, në dëgjus, e telefonus, e radios që uj, që bëhet aslan kastroti, emër për emër, me duër në zemër. Falemderit shumë, Isak, ishte knaci, natën e mirë, gjithë mirat, e respekt nga ona jonë. Ashtu edhe për ju në deru me. Ka njësë më të mua, ty të mund gjesa që ta shë si mu. Natën e mirë, Isak, të më Ajde, me të mira. Gjithashtu. Pra, të dashur të gju se kishëm edhe Isak Kastratin në telefonat, pra ora ka shku 22:09 minuta, këto shëna në studin time në Gjermani. Krasi, ti dëgjojmë dëgjusit dhe të japin mendimin e tyre të lirë, pra unë edhe njëherë ju përshëndes të gjithve. Midis Drenice e me thonë Drenica e Albin Vobës, haj me det e haj, na shkruan si bukura. Po, pajtohem si bukura me ty, po nuk ban mja prish qefin, kërkuj se gjithmonë kanë tha pula mës me po i mëdë që hanë gru natën dhe sa bacuf. Edhe, tha kanë po onra me sy qelë. Kanë po onra të bukura me sy qelë, si do që tjetë edhe njëherë unë ju roj fiture gjitha ta që kanë fitu edhe suksese, qka me thonë dhe të shka. Unë të shkaj me një pikë muzikore ku i përshëndes të gjithë dëgjusit tanë të kë Radio Zërilir që janë duke na dëgjuar dhe shiquar këto në Facebook, po ashtu një përshëndetje veçantë shkon për të gjithë shlirimtarët tanë që janë në mesin tonë.
besoni luftëtarët dhe liri. Se shikoni ata që vran pa fajsi. Nga Drenica nihet zoni, o moj bot, çfarë vaj i bota. Kush na preu e kush na vrau, se nuk është në përgjykata, se nuk është në përgjykata. Më fal, o komandant, që bota nuk ka sy. Më fal që sonin tem askush nuk don meni. Më fal, o komandant, sot botën po e thrasim. Ta din që pa fajsin edhe një herë po e vrasim. Më fal, o komandant, që bota nuk ka sy. Më fal që sonin tem askush nuk don meni. Më fal, o komandant, sot botën po e thrasim. Ta din që pa fajsin edhe një herë po e vrasim. E pra të ndëruar dëgjuesi, jemi rikthyer pas saj këngët e bukur edhe njëherë ju falenderoj të gjithëve që jeni duke na shoqëruar. Faleminderit për të gjithë emër për emër me dorën e zemër këtu nga studio qendrore në Gjermani, nga unë moderatorja juaj Lule Shabani dhe stafi i Radio Zërit e Lirë. E një përshëndetje na vjen edhe nga Enverm City popullor, ku përshëndesëm dhe i falenderojna për komentin dhe për përshëndetjen e na shkruan pikërisht kështu Enverm City popullor. Radio Zëri i Lirë, përshëndetje për të gjithë shkon kudo që ndodheni. Një urim të veçantë për kryetarin e komunës tonë Sami Lushtakun. Faleminderit shumë i nderuari Enverm City popullor, edhe unë emrin e stafit tim i uroj na kryetarit të komunës së Skënderajt Sami Lushtakut fitoren dhe gjithë atyre që kanë fitu. I urojmë fitoren dhe vetëm përpara, respekt për të gjithë. Faleminderit shumë Enver. E kam edhe një telefonat. Alo, përshëndetje, mi mbroma, mirë se na erdhe Shaban. Të këtush me Lule Shabana, urime për kryetarin më të mirin. Faleminderit shumë, po si je Shaban, a je mirë me shëndet? Mirë kom rasët ka katuni ytë. Ka katuni jem? Po, ka ju i mra amenan, kom shumë përshtin. Bash në rëzall kja? Bash rëzall. Tërmea, bravo të ku. Unë ju vej ju, po ju s'puna vini. Ja, dhe na përvima ne ka komuna ju, po qa me bo. Ne përkatune ju, mirë, faleminderit, mirë, Shaban, mirë jemi. Ata nipat e krejt. Krejt mirë, për zotin mirë, janë edhe këta mirë, po kalujmë, shpresoj se edhe ti je mirë familjarisht. Po, shqyr për zotit, po, faleminderit për teje. Atëherë, Shaban, a i ke po votimet dhe sa je i kënaqur me votimet që kanë shku dhe me kryetarin e komunës të juaj, a ka fitua për shkon në balotazh apo çfarë do të na thuash? Valla, Lule, unë për politikë, ti edhin motra, unë kam respekt për ty, se kini me qenë me kërdurshëm. Edhe unë kom qef me një mirë për juve, për dëgjuz, kush ka fitu, për juve, unë për Ramizin, jem i knaqën si ka fitu. Për Ramizin? A je dalë votime, Shaban? Po dhe Lule jem dalë, motra jeme. Bravo, mirë ke bo, pse janë një vot ma shumë, bravo. Po jem dalë me nusë, jem dalë me qika konë me zhvuse, faleminderit për tyne. Lule, po na hapet zonin, nuk po di e gjo, a është mira, a është nuk e di gjo. Shumë bukur të unë duke dëgju fantazi. Faleminderit për të respekt.
Shaban, unë të falenderoj shumë për telefonatën, nëse ki me shtu diçka, vetëm mund të vazhdash. Unë mas pari i përshëndes ty me stafin edhe me dëgjues të mrekullueshëm, mos të harrojmë shoqëroqin, do të bëhem bashkë në misionin tonë, të japim ato mundësitë tona edhe mos të harrojmë Lule Shabanin. Faleminderit shumë si çdo herë kur kish ku jin telefonata. Edhe mos manojnë gjinja diçka, që kem respekt për ty, si je e respektueshme, je një familje e mrekullueshme, dhe thonë gjinja çka dojnë, je e respektueshme, si na jap në këtë emision tonë të mrekullueshëm. Faleminderit shumë Shaban, unë kam një të mirë që unë fjalët e hallkit nuk i ngoj asnjëherë, se gjithmonë kanë thënë fjalët e hallkit edhe birat e gardhit nuk më shelën asnjëherë. Ka do zoti te unë nuk ka kush çka më thon, unë vetë e di çka tham edhe vetë e di kush jam, familja jam e din, po edhe dëgjues të rregull e din kush është Lule Shabani. Kështu që unë të falenderoj ty si çdo herë për këto fjalë të mira që i fol për mua personalisht, për familjen time, edhe unë të falenderoj që i dëgjuesi jam e respekt pafon e gjithë mirat për ty familjarisht. Faleminderit e natën e mirë. Natën e mirë, gjithë mirat, respekt, Tung. Pra të dashur dëgjuesi, e kishëm edhe Shaban Alimehen, pra edhe ju të tjerë të mos hezitoni na telefonani edhe nëse nuk dëshironi të bëni pjesë të temës, pse jo të bashkë bisedoj me ju, çfarë ju të dëshironi, kështu që të kalojmë sa më bukur, e keni të drejtën çdo kush të jap mendimin e vet, por asesi nuk jeni të obliguar të kyshni në temë, por mjafton prania juj, telefonata juj, zëri juj të dëgjohet anën vonë në të gjitha kontinentet e botës, kudo që ka shqiptar, pra dëgjohet Radio Zëri Lirë. Radio Zëri Lirë që i bashkon të gjithë shqiptarët anën vonë ku janë, ku jetojnë dhe punojnë, dhe asnjëherë nuk bën përçarje dhe nuk ka sharje as ofendime, por vetëm fjala e lirë, shprehja e lirë e dëgjuesit, fal jush jemi sot këto ku jemi, e respekt pa fund. Unë do shkoj me një pikë muzikore, me këtë pikë muzikore e përshëndes pikërisht të nderuarin shërimtarin tonë nga Deçani Xhevdet Aliçkaj. Me kala prej gurit, kulmi ju ishti se flamurit. Në themel bese burënia, jop në kangen qiftelia, djeti vjetër 1000 vjeqar. Kuna mritin aj krushku i pare. Të nderuar dëgjuesi, unë do ta ndalë këtë këngë të bukur për ta marrë edhe një telefonat. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe shoq. Po, përshëndetje, mi mrama. Po si je shoq rrota? Allah, ka herë mirë, sot ma mirë. A inshallah gjithmonë ma mirë, po shkon tu për tri edhe ti, pe i Pleqnia e po tu rrit, po shkon edhe tu për tri. Po dhe dhja. Vallaj, po më duket se foja o ka të manë, ja po të mund gruja mirë, tu qitë sa në byja ato për ditë, ka një përpeq, ka një laknur, ka një resenik, shpejca toze. A nuk e di, veç po shkon për zotën, veç po të shë për ditë, tu këcy, tu në qef, lumit e inshallah ki shnetën edhe kështu gjithmonë je. O, vallaj, që shëkum po në po rritë dashnia, se po më qëtë nuk se aflinja. Po thua.
Edhe vere ka po zëti as dimen, s'da më na morë, se veç të pjek linja për dim për nëzhe mesaq, edhe Kosovën. Vallaj, s'ka si me flinjat saqet, pa di hava. Allah për t'ja ovës, po pa e një mira që shumë jasene, se po kalani. Mirë, shaq, mirë jemi, mirë, po kalojmë, shpresoj se edhe ti familjarisht je mirë. Elhamdulillah mirin atë gjithë, kam dëshirë me ka tonë mirë, po që shka thonë zëti. Se Amin, vetë sa u inshallah. kyqa se, nuk po mujmë rrimë të na unë, te vetë sa u kyqa kur posh, edhe më dëk Shaboni bre ke Shabani me ja dikon e njeva. Po, Shabanin e kena dëgjus të rregull, na të çdo herë. Ja, i mrekullueshëm ai, për na rundrimin atje ujtë e postër. Shumë njeri Normal. postër, ajo është njeri kjellë si livet jo Shaboni, përshëndesëm ka zema. Faleminderit, Edhe këtë faleminderit dëgjus. qam. Faleminderit. A pat fart tema, në i sana, sa pat përdorë, Po, se shaq. s'kesh saj. Po shoh që kemi temen pikërisht për zgjedhjet që me të vërtet kanë kalu shumë mirë dje. Po sa je ti i kënaqur si qytetari i Kosovës me zgjedhjet që shkuan pikërisht dje, po ashtu edhe me komunën që jeti e asaj komune, sa je i kënaqur me votimet dhe atë plotsu dëshira apo të dëshirë të fitoj pikërisht kryetari që ka fitua apo dikush tjetër. Po valla, unë kom thonë gjithë le të fita më e miri, për mua, hala kur shërë më qelë derën në vetë, që ka ki nevoj, këta për veti po luftojnë, për veti po fitojnë, i sholla e nalë zëti me të mirë, ju ka hisë muja shëqerit, kur që një nuk ka, veç i sholla mirë. A ke votu shaq? Ju pa shakuronin një. Po është edhe një koment që shkrujti Abedini Shaqa nuk ka votu heq, po thëtë. Ju pa shazëtës kom votu për 2010-ës korma. Qa me votu? Kush për katonorin, kush s'po më në. Veç për gjithë vetin për qytetorit, po marojnë banesa, po marojnë ndërtesa, po bujnë, po blenë banesa në jashtë shtetit, edhe po plej vërfën, me taksat minjat po blenë pasënit. A shazëtës e thonë. Shaqë... A i sharë kush, do me ta boj pyjtjat, a i sharë kush vlonë të me vetë, qka ki nevoj që e ki vlonë Kosovë? Ju, as njëherë, kur. E ka një qa me vetua. Qa me Shaq, vetua. qëre shaq. Unë e kom pas edhe një ditë bisedë, por nuk e qenë se ko gjamati nuk e kanë të na. Unë pikrisht kesh në Kosovë, edhe najta 3 javë, gati 1 muj najta herën e parë. Edhe patëm bisedë se ti din që baba jam është i varrusën atje ku bo masakra Rezallës. Edhe do me thonë vurri ku janë vërrejzat e dëshmurve është thotë që 26 vjet shaq, që 26 vjet shaq është aja tje e që sa vite jënë gjëvarrus edhe jënë ardhë për gjitha anëve, ku fumat ato, sa janë, sa metra janë, për thamë 200 metra, që se se di për afërsisht, po thamë e din edhe ti venin, shumë bukur e din. Nuk po janë gjendje, nuk po janë gjendje as një qeveri, as aty para kësaj, po as këtu, as kje që është, nuk ju kanë gjendje, mi nëzirë ata 15 persona që janë ato, edhe mi pru mi shtinë në varë, ku kanë vërën gjitha ta dëshmure martere që ju ndekë. Ku janë vërët e thota, mi pru mi shtinë vërët thota kënë. Po, vërët e thota janë të vërët të shkollat, të vërët e dëshmurve, a trupat janë atë janë altë të vërët e vjetra të edhin ato në lëndin që është. Anë e të më të adho përgjegje në me? Jo, po du me thonë, alë të kryon të një ti ma jepë përgjigje. Para me nda, rancat, dalavergjit, para se që mu mojta është zgjedhjet, para 1 muj dite, e kanë qitë lojmin që dhe të vina në këtu 10 dete dhe dhe t'i nxerëm në ata të vërrusnit atje, marter janë edhe një prum me shtika. A erdhen, as serdhen, as nxerrën, as kur gjuheq. Absolut që 26 djetat arrin atje, që so vite ju në bon vurët e reja të shkolla,
Po du më thonë se nuk i faj, se ti je që atje, je qa shumë i shgënjën. Po edhe na, si mërgjimtari, jena të shgënjën me do gjana që me të vërtet, ranaj, dallavergjijaj. Jep ma përgjigjen ti. Qa për të më thonë? Përgjigjen e kije që ta është në zetë, ka më të alonë si për furë, aja buka që del për furë. Që atje ku jenë bërrezat e zbrasta, që nuk jenë këfomat e familjarëve t'ju, të nderi u fitu, por e t'jenë rru, si interesat kërkuj më për ju. Jude, nuk i interesant. Aje po është problemi, se nuk po në lojnë neve, se as për pore, as për kërkan, për kur gjonë miki tuk, na nuk i lona atje trupin e vërët ka. Na është përsësia ma e madhe që ekziston, turpi ma i madh, është për ata persona që e bojnë këta hënë, se nuk në lanë neve, se thujnë atu janë të mbrojtura me ligj, edhe nuk banë kursësi as familjarët, as kërkush, po pi Prishtinë do të me ardhë ata persona. Kjo është aja. Kur jenë hapë vërët, që atu jenë net vërët qelne, ata u duftën qësi po kryje aj vërë nëmën të Bobstan, që figura nëmë një Bobstan, ata u duft jënë ditën për notën u duft në gjirë, mos me pas ku ditën me prunë ku fumë ato që ku e kanë venin për këtë rëzot. Që po pinxerin plët maso vjetë, po rivarosen, pe një veni tjetër, që s'di so herë kanë në morinte, din so njëri vorë, pe të naunëve ato, i unë kodë vërrusën, krejtje tërkohen me vite, i kanë zerë, i kanë pru, i kanë vërrusë. Lej këta që gjinën tash edhe që janë ende pa gjinë për shamull ata kur t'i bini vërrusin pikrish në atë ven ku cilët fshata për qyteta ku janë. Po këta pse nuk mujnë me nëzirë, pse nuk dojnë se nuk o modja që s'mujnë. E për kita arsye, jo që kum votu, po që 28 vjetë që jetoj qëto. Edhe me njëherë, masi u kry lufta në qeshur, ka përfundu lufta për vitin e ri, i mordë herën e parë në 99, kur një jetën teme nuk i kum qitë vot kërkuj as kur 500 vjetë mi pas ymer, unë nuk i qes vot as një partije politike në Kosovë. Cilët është që ato është rancë, është dallavergji, është veç për gusht vetën, edhe kur gjë diçka tjetër. Absolut. Unë e kom vrejt qita që veritarët ta nuk menojnë për fshatorin, as për qytetorin ta menojnë vetëm për gjithë vetin. Për interes të vetin. Veç, shumë e vërtetë. Kur gjithë të shkohet. Elshën Tahiri e merri biri, deli biri e merra për Tahiri, për silën, si kur rrët andaj, si kur shlajfit edhe kur gjë kërkujt. Poplën e kanë gjithë, nuk e di men, kry. Po qëna për vëtoj një njëri që ke po hojrin, që ka po as një bashkësi lokale, as një fshat, as një që 3 vjetë në kanë pru, që i vatë në i kanë pruar, të i të dira shtisi ke po edhe vetë të në rëzob, edhe të byrë të mija, piku i s'ka. E ama vëtën, e qysh me ta vëtën, këti për mund s'bong dhe kur gjo, e qa me bong dhe për ty? Po, qa me bong, e kanë gjithë po për qështë nuk e meritoj. Është e vërtet që qita qaj kena përvu dëri tash, as një nuk piciki me emna, veç krejt, pej naj, mas lufte e kënejnaj qaj kena përvu. As një vësja kësha dha vëtën, veç me dollë do krejt 3 që s'kan lidhje, që s'kan pos lidhje me qëtu partia që janë deri së të pushtet. Që aty në nashta se nuk e kësha dit që qka mujnë ata me bon për neve si qytetarët Kosovës. Se qita... Unë e dit, vesh një unë që dita, se një njeri që kandidën për një kryetar, një komunje, ajë mas pori do të me post një program qka mundet me afruhe fshatarit, qka mundet me afruhe qytetarit, për mës me lëshu Kosovën, mës me lëshu venin, me jetu në Kosovë, mu rritmi në Kosovë, mu shkollu në Kosovë, mu punësu në Kosovë. Asë një plan, program s'ko. A njët ato që tha unë tha s'kum premtu kur gjë, po s'ke po s'ka premtë. E tha, pete kam vëtu, s'qip ju ka dzekit. Sen si kum premtu, po edhe sen si kum pru. Që në më vëtu, e vëtu, ta shka në kohë 4 vjetë edhe shohën
tani tash kanë mi shoh, s'po na bë këto, s'po na bë këto. Keq. A je shaum, ata janë të shaum ashtu kështu? Ndjont. Keq. Keq për zotin. Nuk e di vallon e hojrin që apo shqisoj komune që 27 vjet zeza, 1 cent që kom po hojrin, 1 cent. Namën komunës morë, namën shas rrëtës nuk e kam. Kur? E valloj që shtu muj me shku me votu edhe në Shqipni, edhe në Kosovë një sa honi e ki. Si janë një Shqipni. Ne i shola bëhet mire, dhe vedisohet këj popullve që këj popullve mu vedisu për 700 milion bajroma ju. Nuk kam fjallë, nuk e di, unë e kalzova veç rastin tonë personal, ju jetoni atje, ju i dini ma mirë, ju i dini ka në votani, ju i dini kujna dohet me aqit votën, kush qa ka bon, deri sot, e kush qa s'ka bon dohet të ndëshkohet nga vota e qytetarit, por për fat keq kjo nuk ndodh, absolut nuk ndodh. E ka thonë Abedini, edhe po ta lexoj se pikrisht tu ka drejtu ty, ka thonë Lule thuj shoqes respekt për Samin, ma i fortë në shqiptari është. Jo për vete valloj ma i fort në unën të tërnicës nuk e qëtë, hallalaj këtë. I ka gjithë gjinën që përqesin vëtën, hallalaj këtë, edhe me pjauraj me lëske, me shpirtën e zemër. Sa të gjonë bëdollë, kur më stja qëkosh me të vëtojnë pa në ullë. Shoq, të falenderoj shumë, a ki me shtu diçka për fund, se pisha që ka këtë zëjher edhe te. Pa shë zëtë e Lule që të dërën zemër, i shkon një unë, i kështë pason një unë, të Allah hile, sa më dërë. Allah hile, ta sa të mdu, shte qaq duhe dhe më shumë asë 1 miligram. Edhe në, këta s'po më dërën mu heq, e unë pse me disë, ta 2 vjetë kesh në borë, 2 vjetë kesh në borë për që të Kosovën e lirë, për që të venin e mire, hangër në borgë, hangër në stëpë, se u vërajtë më luftë, u masakru, me s'po gjinën ku fu ma ta ljo. Sen nuk ndryshoj, asfalti nuk hohet, trotuari nuk hohet, kanalizimi nuk hohet. O shëq, qile një fabrikë, unë e thash me pasko kryetari komunës Skënderaj tune. Bashkësi lokalet likët si ta kësha qelë një fabrikë, i kësha pro donatër pe Gjermënie, i kisha punësut 100 femna. Bashkësis lokalet. Qerezit 100 femna. Trënikip 100 femna. Dëmëhoj i kësha hjek 300 familje me në rëmë pejë sociali. Unë më pas vetë. Kur kishin punu 300 femna, 300 gra, edhe 300 burra nena, ka 2 rrëga ishin bohe, 600 rrëga dëmëhoj, 300 vetë ishin hjek pejë sociali. Jemi mojtë në social 120 tera. Ti duhet, kur të hish kryetar komune, duhet me dhonë shemull, duhet me qelë venat të reja të punës, me dhonë kushtet me zhvillu, bujqësin, blektërin, pentarin, të na, lamin. Që kjo, e pa dalën e me dur në gjepë, pa dalë për lipi vëtën e përkatune, edhe mas mrobin, a që ka së njështë në komune, të ama i 5.000 të dhe këshira për të janë. Ja Allah, e mos moj e mëtë. Nautën e mirë, i sholla si jesëm për ta, më në një muë se drejtë që na. Natën e mirë, shoq, gjithë mirat, respekt, të. Gjithë mirat. Pra, të dashur dëgjues ishte edhe telefonata e fundit për sonte. Shoqa nuk i pa dësën e keq, por me të vërtet njëri kur jeton ato dhe shgëni jetë. Qa me bo, sidomos disa gjana jënë keq përdur shumë, nuk po tha mund veç në komunën ku jeton shoqa, apo niks komunat, po në më në Kosovës. A mo shgënimi maj madh për mu ka qenë kjo e rivarosjes të familjarëve të mi që nuk ka ndodhur ende që sa vite, për çka nuk e di, kemi shku me disa herë në komunë edhe në organet përkatëse pa përgjigje. Sët nestra këqyrëm, këqyrni qit me njanën.
Ja ju qa rrëfshin dët, qka me thotë të shka? Se me pas ndë një familjar të vetin me dy vurë, një vurë në trupi, në tjetërin vërë thotë ku janë krejt 94 vet ato me dëshmur, me marter, me edhe të katunëve tjera janë, është pashtërsia më e madhe, po si do që tjetë marrja e turpi i mbuluft ata që janë përgjes për këtu situatë.